Shinani, kapiteni Bala, i drejt për drejt me disa probleme të faqura kohët e fundit, kërkoj mirë kuptimin e publikut të medias edhe me gjërë. Për ju situata, është normale dhe ato problemet që mund të diskutohen brenda familjes janë drejt zgjidhjes? Nuk besoj që ka asnjë problem. Bekimi e theksoj, unë po theksoj, nuk kena nevojë për pushtetin e gjithsecilit, dhe sidomos shkodranëve, nuk kena nevojë me bë alarm, krizet dhe alarmet të rreme, pasi unë besoj që përveç një 4-5 javë që ka kalu skuadra ndoshta jo të mirë që ajo të jena të vetëdijshëm gjithë. Kena një ekip shumë të mirë dhe fundit asnjë ekip nuk del kampion vëtor. Flitet për probleme, flitet për kriza, por reale nuk është asnjë. Asnjë nuk ka laku probleme e kriza kur kena kanë vend parë dhe fillojnë me dyta rezultate negative, fillojnë më dhe na dalin problemet që janë. Unë du që skuadra me ne e qetë, me punu, me mëll vitin me një fitore, dhe du t'jena të kënaqën, pa ndajna analizat që se cilët du të bëhat masit marrin në shef fundit, du t'ullna bashkë me trajnerin, bashkë me lojtarët, du t'diskutojmë me presidentin, du t'diskutojmë që është bëha mirë, që nuk ka bëha mirë, ka vende me korrigju, por kjo vetëm një moment jo, dhe unë besoj që me fitoren e nesërme ta kalojmë dhe t'jena në ekipet që do t'jena, pa dyshim që do t'luftojmë për trofet e i sezoni. Profesora, për të shqetësim për ju diferenca shtatistik me Kreun dhe a është një skuadër që mund të rikuperojë këtë diferenca, apo ndoshta duhet parë në për merkatin? Kjo është skuadra që gjithë kanë folë me superlativa dhe po këto njerëz janë, për të i parit e i fundit. Ndër para 3-4 jave, me 3-4 javë luhatje, fillun fjallë, fillun shumë gjana që e theksoj që nuk janë reale. Kjo është skuadër që mundet me ju afru dhe me i kalu gjitha skuadrat. Por gjithmonë do na qetësi, do na shteti, do na përkraje. Sidomos për e shkodranëve. Ekipet tjera kanë drejcion me ekipet tjera, njerëz të ekipeve tjera sulmojnë ekipet kundërshtare, por na do na sidomos për tifozëve dhe për njerëzve që e dojnë vllazin përkraje. Sa qetë skuadra para fillon? Skuadra është e qetë që nuk besoj se ka tërës një kam theksu edhe rallën tjetër, ta janë djemë të fort, djemë që kanë lujt, djemë me eksperiencë dhe e dinë që futbolli ka luhatje. Këto luhatje që po kalojmë na jam i bindur që do të kalojnë gjithë ekipet tjera. Jam i bindur, kush mund t'i këtë kalu, kush do t'i kalojnë. Asnjë skuadër nuk shkon me 36 javë kampionat kështu përpje, që i bjen tavanit po edhe thënë kryqi, por gjithmonë do të ketë luhatje, por duhet të jenë luhatje sa më të buta, sa më të shkurta, si të them. Dhe unë jam i bindur që vllaznia do të luftojnë për trofet e këtij sezoni deri në fund. Portari në pozitë jo të mirë në renditje, por besoj që ju e keni vlerësuar maksimalisht për nesër. Unë besoj që Flamurtari, si gjithë e kam theksuar vazhdet, asnjë 3 pikësh nuk është i lehtë. I kena lyt me gjithë ekipet meshit dhe i kena po. Është luftë për çdo pikë, që secili ekip. Luftë do të jetë për ne, luftë do të jetë për gjithë deri në fund. Flamurtari ka një ekip, nuk është në renditje, edhe mund të flitet sikur Flamurtari nuk ka atë ekipin e mirë, po Flamurtari ka një super ekip, ka super lojtar mbrand, pavarësisht se renditja flet ndryshe dhe e dina që do të kena një ndeshje mjaft fort me ta. Por shpresoj në fund që të fitojnë vllaznia. Pa do të jetë ndryshe vllaznia ndaj Flamurtarit nga ndeshja fazës parë, ku mundet në Vlorë. Gas futbolli është luftë. Ndryshe unë nuk di çfarë do të them. Në anë taktike mund të flitnim, si më thonë, me trajnerin dhe për çdo gjë, për anë të pjesë teknike të lojës, por ndryshe unë du nga skuadra, nga djem, nga gjithë që maksimumin fush 100% e gjithë secilit. 100% e gjithë secilit është prioritet për ne. Kur të napim gjithë secili atë më të mirë, edhe lojtarët që e kam theksu, që janë kthyr për dëmtimeve, që të kapin atë formën 100% e tyre, besoj që do të jenë një ekip shumë solid dhe shumë i fortë. Po mungesat të është i dijen që Kristian Dros që është i dëmtum, 2 muaj e pak. Hakaj është me probleme dëmtimit. Dhe pjesa tjetër besoj që janë të gatshëm tonë. Edhe pse me luhatje jo pranuhet vetë edhe me heret, por vllaznia është përsëri aty, brenda katëshës dhe jo shumë larg
Në vendit parë, ka i jep të gjitha garancitë të mundësit për të ecur me te. Normal, vllaznia do të jetë gjithmonë aty në luftë me skuadrat e Kreut, dhe do të jetë theksoj gjithmonë do të jetë pretendente me fitu trofeet e këtij sezoni. Do të shojmë deri në fund dhe vazhdoj ta theksoj në vjetor asnjë nuk e fiton kampionatin. Me që është dalja juaj publike e fundit për vitin 2025, keni ndonjë urim përshëndetje për Po atje tifozërin, qytetarë Shkodran? Gjithë tifozat Shkodran dhe gjithë qytetin e Shkodrës i përshëndes dhe i uroj festat e Krishtinëve dhe të vitit të ri, i kalojnë gëzuar dhe të jenë shnoshe mirë me gjitha kryesore, kenë lumturinë familjet e tyre dhe i uroj veshmarrësi. Sukses. Faleminderit juve.